Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka mbritur në Durrës për të ndjekur procesin zgjedhor. Gonzato theksoi se do të qëndrojë i rezervuar në komentet mbi ecurinë e zgjedhjeve deri në publikimin e raportit dhe rekomandimeve të misionit të OSBE-ODIHR. Ai nënvizoi se mënyra si zhvillohet ky proces është një rëndësie të veçantë për rrugëtimin e Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Donim të shikonim se si po ecën procesi i zgjedhjeve edhe në qytetet e tjera. Kemi edhe kolegët e mi nga shtetet anëtare të BE që kanë dalë për të vëzhguar. Siç e kam thënë, këto janë zgjedhjet e para që organizohen pas çeljes së negociatave dhe në fakt ka të bëjë me çështjen më themelore, të drejtat e njerëzit. Mënyra se si do të shkojnë janë të rëndësishme edhe për procesin e antarësimit në BE. Më herët, dhe misioni vëzhgues i OSBE-ODIHR i kryesuar nga ambasadori Lamberto Zanier ka zhvilluar një vizitë në një qendër votimi në Shqipëri. Jemi këtu për të vëzhguar procesin zgjedhor dhe për të vëzhguar nëse këto zgjedhje janë në përputhje me standarde ndërkombëtare dhe me angazhimet e Shqipërisë drejt BE. Si OSBE-ODIHR kemi 240 vëzhgues dhe 135 të tjerë. Ne jemi këtu prezent që nga fundi i marsit. Kemi vëzhguar dhe fushatën zgjedhore dhe sot është dita e fundit. Nesër do kemi konferencë për shtyp. Nuk do ishte domethënëse nëse do jepja një mendim sot, pasi unë jam këtu një person i vetëm në një qendër votimi. Sigurisht, unë jam duke mbledhur informacion. Një pjesë e vlerësimit ton do të jetë dhe procedurat. Zanier theksoi se sot nuk mund të flas për çështje individuale, specifike. Nesër kur të bëhet vlerësimi do të flasim. Bashkëpunimi i vazhdueshëm me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në këndvështrimin e tij është shumë transparent dhe i drejtë.